interesant është për shkak sepse kauzën për familje e pam të arsyeshme që ta shkruajmë të dy. Pjesa kryesore dominuese është e punuar nga Abdullah, por gjithashtu një pjesë e cila është në analizën juridike të saj dhe në sfidat bashkëkohore është punuar nga ana ime. Edhe ka qenë e bukur e këndshme kur dy partnerë të jetës janë edhe partnerë në një punim shkencor, siç është edhe pjesa e librit. Edhe nëse marrim parasysh edhe emrin, kauza për familjen, e shkruar nga dy partnerë të jetës, është goxha domethënëse. Ajo, kjo ka qenë një nga qëllimet tona, që të japim një mesazh që aktivizimi jonë në çdo fushë për të mirën e shoqërisë le të bëhet prej të dyve, prej burrit dhe gruas që janë partnerë një jetë, por edhe në këtë rastin tonë jemi edhe në profesionet e njëjta, jemi gjithashtu e vazhdojmë edhe këtë mendimin, apo edhe si angazhim social jemi prej vitesh bashk, edhe pse deri diku temat i kemi të ndara, por jemi ato që ndihmojmë njëri tjetrin në këtë kauzë përbashkët. Po, në ka që për juve, zotri Kljanko, përmende pra Rovena që shumicën e librit vetë se ka qenë i shkruar ashtu nga ju, e dim që jeni i zëshëm lidhur me këto çështjet për mbrojtjen e familjes dhe kauzës së familjes.